Të nderuar besimtar dhe besimtare, me zemër të mbushur me falënderim ndaj Allahut, në emër të Muftinisë së Tetovës dhe në emrin tim, ju përcjellim urimet më të sinqerta me rastin e Kurban Bayramit. Kjo fest e madhe na rikujton sakrificën, bindjen ndaj Zotit, solidaritetin dhe dashurinë për njëri tjetrin. Kurban Bayrami është thirrje për afrim me Allahun, për forcim të lidhjeve familjare dhe për kujdes ndaj atyre që kanë nevojë për dorën dhe zemrën tonë. Nga Ka'bja e bekuar, lutim Allahun e madhruar që t'i pranojë ibadetet, kurbanët, lutjet dhe veprat tona të mira, t'u dhuroj paqe e bereqet familjeve tona dhe ta mbush vendin ton me harmoni, mirësi dhe begati. Në veçanti lutemi për haxhilerët tanë që Allahu t'u pranoj haxhin dhe t'i kthej shëndosh e faqe bardhë pranë familjeve të tyre. Me fat Kurban Bayramit.